Një mrekulli që nuk këndohet në librat mjekësor. Në një qytet të vogël, të fshehur me smaleve të larta dhe lumenjve të kristalt, ekzistonte një klinikë që njihej për reputacionin e saj të jashtëzakonshëm. Klinika Shpresa e Jetës nuk ishte vetëm një qendër shëndetësore. Ajo përfaqësonte shpresën, ëndrrën dhe ndonjëherë mrekullinë për pacientët që kishin humbur çdo shpresë tjetër. Por asnjë mjek i madh i kohës nuk kishte arritur të zgjidhte një rast të veçantë që mbështillej në mister dhe frikë. Një rast që kishte sfiduar për vite me radhë përvojën e 10 prej mjekëve më të njohur të vendit. Rasti i pacientit ishte i pazakontë. Një sëmundje neurologjike që dobësonte gradualisht çdo muskull të trupit, duke lënë pacientin në një gjendje të pafuqishme për të lëvizur apo për të folur. Nuk kishte diagnozë të qartë, nuk kishte trajtim që të funksiononte. Mjekët më të shuar, me vite studimi dhe përvojë në laborator dhe spitale të botës, kishin arritur vetëm në një pikë: të siguronin pacientit pak rehati dhe të shtynin përparimin e sëmundjes. Por ajo ditë e zakonshme në klinik do të shënohej nga një ngjarje që askush nuk e kishte pritur. Një djalë 15 vjeçar, i thjesht, i veshur me rroba të përditshme dhe me një saktësi të çuditshme në çdo gjest, hyri në klinik. Emri i tij ishte Arion. Ai nuk ishte as doktor, as infermier, as shkencëtar. Askush nuk e njihte më parë dhe askush nuk mund ta parashikonte se çfarë do të ndodhte më pas. Por Arioni kishte diçka që asnjëra prej gradave, certifikatave apo eksperiencës së gjatë të mjekëve nuk mund ta zëvendësonte. Një instinkt të çuditshëm dhe një kuptim intuitiv të trupit dhe mendjes njerëzore, që dukej se vinte nga një vend më i thellë se çdo shkollë mjekësore. Arioni kishte ardhur në klinik me një qëllim: të ndihmonte. Ai nuk kërkonte famë as pagesë. Nuk ishte një aventurier i zakonshëm që dëshironte të tregonte guximin e tij. Përkundrazi, ai erdhi me qetësinë e një personi që e dinte se çfarë kishte për të bërë, edhe pse askush tjetër nuk mund ta kuptonte ende. Mjekët e shuar të klinikës, të cilët kishin punuar me dhjetëra pacientë të ndërlikuar, e shikuan me skepticizëm. Një djalë 15 vjeçar. Çfarë mund të di ai për një sëmundje që ne kemi studiuar për vite me radhë? Tha dëri i lirë, një neurolog me mbi 30 vjet eksperiencë. Por përgjigjja që do të vinte nga Arioni ishte më e thjeshtë dhe më e fuqishme se çdo fjalë e doktorit. Ai u ul pranë pacientit dhe filloi të vëzhgonte. Ai nuk përdori aparate të shtrenjta, nuk përzier ilaçe të panjohura. Ai thjesht preku dorën e pacientit, shikoi sytë e tij dhe filloi të ndjente ritmin e frymëmarrjes, tensionin në muskuj dhe lëvizjen e energjisë në trup. Mjekët ishin të habitur. Si mund të ndjente një djalë i ri gjëra që nuk i shihnin me dekada eksperiencë? Pas disa minutash, Arioni u ngrit dhe me një qetësi që përmbante një autoritet të natyrshëm, tha: "Ky pacient ka nevojë për një ekuilibër të trupit dhe mendjes që nuk mund të arrihet me medikamente të zakonshme. Ne duhet të fillojmë me një qasje që shëron natyrshëm, duke përdorur energjinë e trupit dhe frymëmarrjen." Mjekët u shikuan mes tyre. Ishte e pamundur. Asnjë prej tyre nuk kishte dëgjuar ndonjëherë për këtë metodë, dhe në fakt, shumica ishin skeptik ndaj çdo metode që nuk mbështetej nga studimet e tyre klinike. Por diçka tek qetësia e Arionit dhe siguria e tij i bëri të heshnin dhe të shikonin nga afër. Ai filloi të udhëzonte pacientin të merrte frymëmarrje të ngadalta, të kontrolluara, të ndihmuara nga një lëvizje e butë e duarve. Ai përdori teknika që dukeshin si një kombinim i masazhit terapeutik, vizualizimeve mendore dhe një aftësie për të kuptuar tensionin e trupit. Ndërsa minuta kalonin, diçka e pabesueshme ndodhi. Muskujt e pacientit filluan të lëvizin më lirshëm, tensioni u zvogëlua dhe shikimi i tij, i zymt më parë, filloi të ndriçojë me një shpresë të re. Mjekët ishin të shtangur. Ata që kishin kaluar vite duke u përpjekur të zgjidhnin këtë rast të pashpresë, ishin dëshmitar të një ndryshimi që nuk mund të shpjegohej me teorinë mjekësore tradicionale. Çdo minutë që kalonte, pacienti dukshëm përmirësohej dhe energjia që kishte humbur për vite filloi të rikthehej. Dëri i liri, që kishte parë shumë mrekulli gjatë karrierës së tij, nuk mund të fshihte habin. Si është e mundur? Pyeti ai me një zë të shurdhër. Por Arioni u buzëqesh dhe thjesht tha: "Ju mund të shikoni simptomat dhe të studioni librat, por kjo është për të kuptuar se trupi ka mënyrën e vet për të shëruar kur e ndihmon me kujdes, durim dhe vëmendje të vërtetë." Ngjarja që do të ndodhte më pas në klinik do të ndryshonte jo vetëm jetën e pacientit, por gjithashtu mënyrën se si mjekët mendonin për shërimin. Dhe kjo ishte vetëm hyrja. Arioni nuk ishte ardhur vetëm për një rast të vetëm. Ai kishte ardhur për të treguar një rrugë që askush nuk e kishte parë më parë,
një rrugë që kombinonte njohuritë e zakonshme me një intuit të thellë dhe një dhuratë të veçantë që vetëm një person i zgjedhur mund ta kishte. Në këtë qytet të vogël dhe në këtë klinikë të madhe, historia e Arionit sapo kishte filluar. Dhe ajo që do të vinte më pas ishte aq e pabesueshme, saqë shumë do të dyshonin në të. Por të gjithë ata që do ta shikonin nga afër, nuk do të kishin asnjë mundësi për të mos besuar. Një djalë 15 vjeçar, i thjeshtë dhe i heshtur, kishte pushtuar një klinikë dhe kishte bërë atë që 10 mjek të njohur nuk mundën. Sfida e dyshimit dhe dhurata e vërtetë. Ditët pas vizitës së parë të Arionit në klinikë ishin të mbushura me një përzierje emocionesh. Çudi, skepticizëm dhe një ndjenjë të lehtë shprese që nuk mund të hiqej nga fytyrat e mjekëve. Pacienti që kishte qenë i pafuqishëm për vite, tashmë lëvizte me një lehtësi të habitshme, duke folur më qartë dhe duke qeshur her pas here. Por nuk ishte vetëm një rast i veçantë. Arioni kishte vendosur të shfaqte atë që mund të bënte me të gjithë pacientët që kishin mbetur të padëshuar nga trajtimet tradicionale. Deri i liri, neurologu me përvojë të gjatë, u ul në zyrë dhe i foli kolegëve. Ne nuk mund ta shpjegojmë këtë me teoritë tona. Ai përdor diçka që nuk e dim, por rezultatet janë atje. A mund të jetë një instinkt i lindur, apo diçka më shumë? Askush nuk kishte një përgjigje. Edhe mjekët më racional filluan të shikonin me admirim djaloshin që, pa diploma dhe certifikata, kishte arritur atë që ata kishin dështuar për vite me radhë. Arioni nuk humbi kohë. Ai kërkoi të shihte pacientët e tjerë, veçanërisht ata me diagnoza të pashpresë. Duke filluar me një të moshuar që kishte kaluar më shumë se 10 vite duke u trajtuar për një problem kronik të mushkërive. Asnjë medikament nuk kishte funksionuar, dhe familja kishte humbur çdo shpresë. Le të shohim se çfarë mund të bëjmë, tha Arioni me një qetësi që mbushte dhomën. Ai kërkoi që pacienti të ulej në një karrige të rehatshme dhe filloi të vëzhgonte çdo detaj. Ritmin e frymëmarrjes, tensionin në shpatulla, lëvizjen e duarve dhe shikimin. Mjekët po shikonin çdo gest të tij me kujdes. Përpiqeshin të kuptonin sekretin e metodës së tij. Arioni filloi të përdorte një teknikë të ndërlikuar të frymëmarrjes së kombinuar me prekje të lehta të pikave specifike të trupit. Ai udhëzoi pacientin të fokusonte mendjen në secilën pjesë të trupit, të imagjinonte energjinë që rrite lirshëm, dhe të lëshonte tensionin që ishte grumbulluar për dekada. Mjekët mbetën të habitur kur pan pacientin duke marrë frymë më thellë, duke u qetësuar dhe duke filluar të lëvizë më lirshëm. Është e pabesueshme, tha Dr. Iliri. Ai nuk ka përdorur asnjë ilaç, as ndonjë pajisje teknologjike, por ndryshimi është i dukshëm. Ka diçka tek ky djalë që ne nuk e dim. Por jo të gjithë ishin të bindur. Dr. Ilira, një mjeke me përvojë të gjatë në patologji, shprehu skepticizmin e saj. Nëse kjo është një rastësi, atëherë nuk mund ta quajmë metodë. Ne duhet të jemi të kujdesshëm për të mos krijuar shpresa false. Arioni e dëgjoi me qetësi dhe u përgjigj. Ju do ta kuptoni kur të shihni rezultatet. Nuk ka rastësi kur ndihmon trupin të përdorë energjinë që ai ka gjithmonë. Ditët kaluan dhe Arioni vazhdoi të vizitonte pacientë të ndryshëm. Të rinj, të moshuar, ata me sëmundje kronike dhe ata me probleme të pasgjidhshme. Çdo pacient tregonte përmirësim, herë më të shpejt, herë më të ngadalë, por gjithmonë i dukshëm. Mjekët filluan të regjistronin çdo gjë që bënte, përpiqeshin të kuptonin mekanizmin, por çdo përpjekje për ta kategorizuar apo për ta shpjeguar shkencërisht dështonin. Një moment i veçantë ndodhi kur një pacient i rinj, me një çrregullim të rënd të lëvizjes, filloi të ecte për herë të parë pas 5 viteve. Djemë të tjerë nga spitali u mblodhën për të parë këtë mrekulli. Dëshmitë e pacientëve filluan të përhapen shpejt. Arioni nuk ishte vetëm një djalë i zakonshëm. Ai kishte një aftësi që dukej si një dhuratë e veçantë, diçka që nuk mund të blihej apo mësohej në shkolla. Mjekët filluan të ndryshonin perspektivën e tyre. Ata kuptuan se ndonse shkenca ka kufijtë e saj, instinkti dhe intuita e thellë e Arionit mund të hapte mundësi që libra dhe studimet nuk mund t'i kishin parashikuar. Dr. Iliri shpesh thoshte: "Unë nuk e kuptoj se si e bën, por nuk mund ta mohoj efektin. Ky djalë ka një dhuratë që duhet të përdoret për të ndihmuar njerëzit." Por rruga nuk ishte e lehtë. Shumë pacientë nuk e kuptonin fillimisht metodën. Disa pranonin me dyshim dhe disa refuzonin të besonin. Arioni nuk u trem. Ai dinte se durimi ishte pjesë e mrekullisë. Ai qëndronte pranë secilit pacient, fliste me zë të ulët, i udhëzonte të ndjenin trupin e tyre dhe të besonin se shërimi mund të ndodhte. Dhe ngadalë, shumë prej tyre filluan të besonin, sepse rezultatet flisnin më shumë se fjalët.
Në këtë mënyrë, dita pas dite, Arioni filloi të pushtonte jo vetëm klinikën, por edhe zemrat e pacientëve dhe mjekëve. Çdo sukses i vogël për pacientët ishte një hap drejt një mrekullie më të madhe. Dhe ndërsa mjekët filluan të dokumentonin çdo gjë, ata kuptuan se po merrnin pjesë në një histori që nuk do të harrohej kurrë. Një histori ku një djalë 15 vjeçar, me zemër të pastë dhe intuitë të jashtëzakonshme, po tregonte se fuqia e shërimit mund të vinte nga vendi më i papritur. Por nuk ishte vetëm shërimi fizik që Arioni solli. Ai mësoi pacientët të besonin në vetvete, të lidhnin mendjen dhe trupin, dhe të kuptonin se shpesh pengesat më të mëdha nuk janë ato të trupit, por ato të mendjes dhe dyshimit. Kjo mësim i thjesht, por i fuqishëm, ishte pjesë e sekretit të tij dhe arsyeja pse mjekët nuk mund ta kishin arritur kurrë atë vetëm me dija akademike. Kështu klinika filloi të ndryshonte, jo vetëm për pacientët, por edhe për mjekët. Ata që kishin ardhur të mësonin për sëmundje dhe trajtime, filluan të mësonin nga një djalë i thjeshtë, dhe në këtë transformim filloi të lindte një ide e qartë. Ndonjëherë shërimi nuk është vetëm një punë e shkencës, por një bashkëpunim midis dijes, intuitës dhe energjisë së brendshme që çdo njeri ka brenda vetes. Sfida e madhe dhe sekreti i Arionit. Disa javë pas ardhjes së Arionit në klinik, reputacioni i tij filloi të përhapej mes pacientëve dhe stafit mjekësor. Ata që kishin parë përmirësime të pabesueshme nuk mund të rinin të heshtur, dhe shumë njerëz filluan të vinte nga qytetet e tjera për të takuar djaloshin që bënte atë që as 10 mjek të famshëm nuk kishin mundur. Por ndërsa populariteti i tij rritej, sfidat e tij nuk ishin më të thjeshta. Një rast veçanërisht i ndërlikuar u paraqit kur një pacient i ri, Arbëri, u soll në klinikë. Arbëri ishte 22 vjeç dhe kishte një çrregullim të rrallë të muskujve dhe nervave që e kishte paralizuar pjesërisht dhe e kishte lënë me dhimbje të vazhdueshme. Për vite me radhë, 10 mjek të famshëm kishin provuar çdo trajtim të mundshëm, por asgjë nuk kishte funksionuar. Familja e tij kishte humbur çdo shpresë dhe Arbëri vetë ishte i mërzitur dhe i dëshpëruar. Kur Arioni hyri në dhomën e tij për herë të parë, pacienti nuk reagoi. Ai qëndronte ulur në krevat me një shikim bosh dhe të mërzitur. Dhjetëra pajisje mjekësore që rrethonin dhomën nuk kishin asnjë efekt. Por Arioni nuk u trem. Ai ul pranë Arbërit dhe filloi të fliste me një ton të qetë, duke udhëzuar të merrte frymëmarrje të thellë dhe të përqendrohej në çdo pjesë të trupit të tij. E di që ke provuar gjithçka, tha Arioni me një buzëqeshje të lehtë, por trupi tënd i mungon vetëm një gjë: të kuptuarit se mund të shërohet vetë. Arbëri ngriti pak kokën, dyshues, por diçka në zërin e Arionit e bëri të vazhdonte. Djaloshi filloi të vendoste duart e tij mbi pika specifike të trupit të pacientit, duke përdorur një kombinim të masazhit të butë, presionit të saktë dhe frymëmarrjes së kontrolluar. Ngadalë, muskujt e Arbërit filluan të relaksoheshin, duke u larguar tensioni që ishte grumbulluar për vite me radhë. Mjekët e pranishëm ishin të habitur. Ata që kishin kaluar dekada duke u përpjekur të kuptonin këtë çrregullim, ishin dëshmitar të një ndryshimi të menjëhershëm që nuk mund të shpjegohej me teorinë mjekësore. Por Arioni nuk ndaloi këtu. Ai e udhëzoi Arbërin të përdorte mendjen për të drejtuar energjinë e trupit të tij. Me një qetësi të jashtëzakonshme, ai mësoi pacientit të ndjente çdo muskul dhe çdo tension, dhe të lëshonte çdo frikë dhe dyshim. Kjo metodë, e thjesht në dukje, kishte një efekt të fuqishëm. Arbëri, për herë të parë pas 5 viteve, ngriti dorën e tij pa dhimbje dhe buzëqeshi lehtë. Dhoma shpërtheu në habi. Mjekët nuk mund të besonin syve të tyre. Dëri i liri, që kishte parë shumë mrekulli gjatë karrierës së tij, përsëri tha: "Ky djalë nuk ka arsye të shpjegueshme për këtë, por rezultatet janë reale. Ai po bën atë që ne nuk mundëm për vite me radhë." Megjithatë, sfida më e madhe e Arionit ende po vinte. Një pacient tjetër, një grua 58 vjeçare me një sëmundje të rëndë të zemrës, u soll në klinikë. Mjekët kishin paralajmëruar familjen e saj. Asgjë nuk mund të bëhet. Gjendja është shumë e rëndë. Por Arioni, me qetësinë që e karakterizonte, pranoi ta shihte. Ai filloi me të njëjtën qasje. Frymëmarrje të kontrolluar, prekje të saktë dhe udhëzime për të përdorur energjinë e brendshme të trupit. Por kjo herë ishte më e vështirë. Zemra e saj ishte e lodhur dhe trupit I mungonte fleksibiliteti. Shumë mjek shikonin me skepticizëm, duke menduar se djaloshi 15 vjeçar nuk do të mund ta ndihmonte. Arioni nuk u dorëzua. Ai kombinonte instinkt intuitiv me durim të pafund. Ai mësoi gruan të ndjejë çdo rrahje të zemrës, të përqendrohet në frymëmarrje dhe të lirohet nga frika e vazhdueshme për jetën e saj.
Pas orëve të para, ndjenja e lodhjes dhe tensionit filloi të largohej. Pak nga pak, zemra filloi të funksiononte më mirë dhe ajo mundi të fliste me zëmë të qartë. Mjekët mbetën të shtangur. Ata filluan të kuptojnë se aftësia e Arionit nuk ishte një rastësi apo një mrekulli e vetme. Ishte një dhuratë e vërtetë. Ai përdorte energjinë e trupit dhe mendjes për të rikthyer shëndetin. Diçka që asnjë medikament apo pajisje nuk mund ta bënte. Disa ditë më vonë, media lokale dhe njerëz të zakonshëm filluan të përhapen për djaloshin që po ndryshonte jetët e njerëzve. Por Arioni nuk kërkonte famë. Ai ishte i fokusuar vetëm në një gjë: të ndihmonte njerëzit të shëroheshin. Ai kishte mësuar se çdo trup kishte një energji të brendshme që, kur përdorej me durim dhe dashuri, mund të bënte mrekulli. Kjo ishte pjesa ku Arioni nuk ishte vetëm djali i mrekullive që mjekët nuk mund ta kuptonin. Ai filloi të mësonte të gjithë pacientët se shërimi nuk është vetëm teknik, por një kombinim i durimit, besimit dhe energjisë së trupit. Kjo ide e thjeshtë, por e fuqishme, do të ndryshonte jo vetëm jetët e pacientëve, por edhe mënyrën se si mjekët mendonin për shërimin për dekada të tëra. Kjo është pjesa e tretë, ku Arioni përballet me sfida më të vështira dhe fillon të tregojë sekretin e metodës së tij. Mrekullia fillon të shkëlqej. Ditët kalonin dhe emri i Arionit filloi të përhapej më gjerë se sa klinika. Pacient nga qytetet e tjera, madje dhe nga fshatra të largëta, filluan të vinin për të takuar djaloshin që kishte pushtuar zemrat dhe mendjet e të gjithëve. Por për Arionin kjo nuk kishte rëndësi. Ai nuk kërkonte famë. Qëllimi i tij ishte i qartë dhe i sinqertë: të ndihmonte ata që nuk kishin më shpresë. Një mëngjes, një familje solli një vajzë 10 vjeçare, e cila vuante nga një çrregullim neurologjik që e kishte lënë të paftë të fliste dhe të ecte pa ndihmë. Mjekët e klinikës kishin paralajmëruar familjen: gjithçka që kemi provuar nuk ka funksionuar. Ne nuk mund ta garantojmë suksesin. Por shikimi i Arionit ishte i vendosur. Ai e kuptoi menjëherë se vajza kishte nevojë për një kombinim të kujdesit fizik dhe frymëmarrjes, po ashtu dhe për një motivim të brendshëm që të besonte tek vetja e saj. Ai filloi me të njëjtën qasje: prekje të buta, frymëmarrje të kontrolluar dhe udhëzime për të ndjerë çdo muskull të trupit të saj. Por ky rast ishte më i ndërlikuar. Vajza kishte frikë, ishte e mërzitur dhe nuk besonte se mund të shërohej. Arioni nuk u trem. Ai foli me qetësi, duke i treguar se çdo lëvizje e vogël ishte një hap drejt lirisë. Në ditët që pasuan, vajza filloi të lëviz me lehtësi të papritur, të flas me zë të qartë dhe të buzëqesh me shpresë. Familja e saj shpërtheu në lot gëzimi dhe mjekët u habitën nga transformimi. Ishte pabesueshme. Një fëmijë i paaft për vite, po fitonte jetën përsëri fal djalit 15 vjeçar. Kjo arritje e bëri Arionin të njohur edhe në qarqet mjekësore kombëtare. Një ditë drejtori i klinikës, Dr. Alma, e ftoi atë në zyrën e saj. Ajo, e cila fillimisht kishte qenë skeptike, tani e shikonte me respekt dhe habi. Arion, tha ajo që ke bërë është më shumë se mjekësi. Ti ke hapur një rrugë që ne nuk kemi parë kur më parë. Por dua të di diçka. Si e di të bësh gjithçka këtë? Arioni u buzëqesh dhe tha: unë nuk e di gjithçka, por di të dëgjoj trupin dhe të ndjej energjinë që çdo njeri ka brenda vetes. Çdo trup ka një mënyrë për të shëruar. Thjesht duhet ta kuptojmë dhe ta ndihmojmë të shfaqet. Dr. Alma mbeti pa fjalë. Ajo kuptoi se Arioni nuk ishte thjesht një mrekulli. Ai ishte një mësues për të gjithë, një shembull që tregon se njohuria dhe intuita mund të bashkohen për të bërë mrekulli të vërteta. Ngjarjet u bën më dramatike kur një pacient i moshuar, i cili kishte qenë i paralizuar për mbi 10 vjet, u soll në klinikë. Askush nuk e besonte se mund të ketë përmirësim. Por Arioni nuk u trem. Ai filloi të punonte me të medurim dhe qetësi, duke përdorur teknikat e tij të njohura: frymëmarrje, prekje dhe ndihmë për të drejtuar energjinë në çdo pjesë të trupit. Pas disa seancave, pacienti filloi të lëviz duart e këmbët e tij për herë të parë pas një dekade. Dhoma shpërtheu në duartrokitje. Familja dhe mjekët mbetën të shtangur nga ajo që po ndodhte. Ishte e qartë se Arioni nuk ishte thjesht një djalë i talentuar. Ai kishte një dhuratë të rrallë, një dhuratë që po ndryshonte jetët e njerëzve. Por nuk ishte vetëm shërimi fizik që bëri që të gjithë ta duan Arionin. Ai kishte një aftësi të jashtëzakonshme për të dhënë shpresë dhe besim. Pacientët filluan të besonin në vetvete, të ndjejnë trupin e tyre dhe të kuptojnë se shërimi nuk është vetëm një proces i jashtëm, por një udhëtim i brendshëm që çdo njeri duhet ta përjetojë. Në këtë mënyrë, Arioni pushtoi jo vetëm klinikën,
por edhe zemrat e të gjithë pacientëve dhe stafit. 10 mjekët që kishin dështuar fillimisht tani e shikoni me respekt dhe habi, duke mësuar nga një djalë që nuk kishte asnjë certifikat, por kishte një dhuratë të pakrahasueshme. Historia e Arionit filloi të përhapej përtej qytetit të vogël. Media kombëtare dhe njerëz nga e gjithë vendi dëgjonin për mrekullitë e tij, por djaloshi nuk u lëku nga fama apo vëmendja. Ai qëndroi thjesht, duke ndihmuar çdo pacient që vinte dhe duke treguar se shërimi është një bashkëpunim midis dijes, intuitës dhe energjisë së brendshme të çdo njeriu. Në këtë mënyrë, kulmi i historisë filloi të shfaqet. Një djalë 15 vjeçar, i thjeshtë dhe i heshtur, po transformonte një klinikë dhe jetët e pacientëve të saj, duke treguar se ndonjëherë mrekullitë ndodhin jo në laborator, por në zemrat dhe duart e atyre që ka një dhuratë të rrallë dhe një qëllim të pastër. Trashëgimia e një djaloshi dhe mrekullia që mbete. Pas disa muajsh në klinik, Arioni kishte transformuar gjithçka që kishte prekur. Klinika Shpresa e Jetës nuk ishte më thjesht një vend ku njerëzit vinin për të kërkuar trajtime mjekësore. Ajo ishte bërë një qendër shprese, ku çdo pacient ndjente se mund të shërohej jo vetëm trupërisht, por edhe shpirtërisht. 10 mjekët e njohur, të cilët kishin parë shumë raste të pashpresë, tani e kuptonin një të vërtetë të thjeshtë dhe të fuqishme. Shkenca dhe intuita mund të bashkohen për të bërë mrekulli. Ata kishin mësuar se ndonjëherë qetësia, durimi dhe ndjeshmëria ndaj energjisë së trupit janë më të fuqishme se çdo ilaç i avancuar. Një mëngjes, Arioni po vizitonte pacientët e tij si zakonisht, kur një pacient i veçantë u soll në klinik. Një burr i moshuar që kishte humbur tërësisht shpresën për jetën. Ai kishte kaluar një sëmundje të rëndë të mëlçisë dhe kishte provuar çdo trajtim të mundshëm, por çdo përpjekje kishte dështuar. Familja e tij kishte ardhur vetëm për të përshëndetur dhe për t'i dhënë ngushëllim, por Arioni me qetësinë që e karakterizonte tha: "Le të provojmë. Ndonjëherë shërimi nuk është vetëm çështje teknike, por një çështje besimi dhe energjie." Ai filloi të udhëzonte burrin të merrte frymëmarrje të thella, të ndjente çdo muskull dhe të lejonte trupin të lëshonte tensionin e grumbulluar për vite. Ai përdori prekje të saktë dhe vizualizim të energjisë që rrite lirshëm në trup. Pak nga pak, burri filloi të ndjej lehtësim, zemra e tij filloi të rramë rregullisht, dhe fytyra e tij mori ngjyrë shëndetësore. Familja e tij shpërtheu në lot gëzimi. Mjekët, të cilët kishin qenë skeptik në fillim, u habitën nga ajo që po ndodhte. Ata kuptuan se Arioni nuk ishte thjesht një djalë i talentuar. Ai kishte një dhuratë të rrallë, një dhuratë që po ndryshonte jetët e njerëzve dhe që nuk mund të shpjegohej me fjalë. Por më e rëndësishmja ishte se Arioni nuk po shëronte vetëm trupin. Ai po shëronte shpresën, besimin dhe energjinë që pacientët kishin humbur për vite me radhë. Çdo përmirësim, çdo buzëqeshje, çdo hap i parë pas muajsh të vështirë ishte një dëshmi e fuqisë së tij, dhe asaj që një zemër e pastër dhe një mendje intuitive mund të bëjnë. Një ditë, drejtori i klinikës, Dr. Alma, i afrohet Arionit dhe thotë: "Ti nuk ke ndryshuar vetëm këtë klinikë, ti ke ndryshuar jetën e dhjetëra, madje qindra njerëzve. Ne kemi mësuar më shumë nga ti sesa nga çdo libër ose trajtim që kemi përdorur ndonjëherë." Arioni thjesht buzëqeshi dhe tha: "Unë nuk kam bërë gjë tjetër veç se kam ndihmuar njerëzit të ndjejnë fuqinë që ata gjithmonë kanë pasur brenda vetes. Çdo njeri ka mrekullinë e tij. Unë thjesht I ndihmoj ta shoh." Dhe kështu, Arioni la pas një trashëgimi të fuqishme. Një metodë që bashkonte intuitën, durimin dhe energjinë e brendshme me kujdesin dhe vëmendjen ndaj trupit. Klinika, tani më shumë se kurrë, ishte një vend ku shërimi nuk ishte thjesht medikament apo aparat, por një proces I përbashkët midis pacientit dhe kujdesit të duhur. Emri I Arionit filloi të përhapet jashtë vendit. Njerëz dhe mjek nga vende të ndryshme donin të takoheshin me të dhe të mësonin sekretin e tij. Por djaloshi 15 vjeçar mbeti modest dhe I përkushtuar vetëm tek një gjë: të ndihmonte ata që kishin më shumë nevojë. Në fund, historia e Arionit nuk ishte vetëm për shërimin fizik të pacientëve. Ishte një histori për fuqinë e besimit, durimit dhe dashurisë për të ndihmuar të tjerët. Ai tregoi se ndonjëherë një zemër e pastër dhe një dhuratë e lindur mund të bëjë atë që 10 mjek të njohur nuk mundën. Dhe kështu, klinika dhe pacientët e saj u bën dëshmi një mrekullie që nuk do të harrohej kurrë. Një djalë 15 vjeçar, I thjeshtë dhe I heshtur, kishte pushtuar një klinikë dhe kishte bërë të pamundurën të mundur. Ai kishte treguar se fuqia e vërtet nuk është vetëm njohuria, por edhe intuita, durimi dhe besimi tek vetja dhe tek të tjerët. Historia e Arionit mbetet një inspirim për të gjithë. Një shembull I qartë se mrekullitë nuk ndodhin vetëm në libra apo në laborator,
por në zemrat e atyre që guxojnë të ndihmojnë dhe të besojnë se çdo jetë ka vlerë dhe çdo njeri ka një dhuratë të veçantë që mund të ndryshojë botën.